Jordan FM. Nedën dhe Megi Bojanen, Katerinën e duam në studio. E duam në studio, zëmë. E duam patjetër në studio. Se bëni sikur si lexoni mesazhet tona. I lexoni, kesh refuzoni ta sillni. E kam mbyllur atë që del me 2. Ja, po I di shpinun Megit. Oh zot. E rrezikshme si situatë. Po flasim për përputhen edhe sërish është Katerina personazhi, është bërë virale një video, ne nuk po e transmetojmë se besoj e keni parë tani dhe është komentuar. Lejer se banera ajo video. Ishte pak me gazra në një takim të Katerinës. Dhe ka pasur shumë komente, por nuk është kjo çështja. Videoja sigurisht që është bërë virale, është bërë meme, është super komentuar, por çështja në këtë tavolinë, se ju e dini që ne frymëzohemi dhe pastaj hedhim tema. Hedhim dorashkën. A mund të bëjmë në tavolinë këto situatat, për shembull, a mund të nxjerrim gazra në takimin e parë? Të sikletshme që mund të na kenë ndodhur diku. S'duhet bëj deklarata tani. Leka, gjithë emisioni ma keni bërë gocën me hije, nuk guxon të bëj një batut. Pra një partneri s'kam bërë gazra. Unë kur s'kam bërë. Çfarë thua seriozisht? Nuk bëj kështu Si nuk gjëra. bën, po nuk bën. Jo, nuk bëj në sytë e një partneri. Thjesht të marr për brenda. Duhet I nxjerrësh prandaj janë gazet. Vaj për brenda. Atëre un po vazhdoj vetëm me një fjali që ju ngul të treve, nuk jeni martuar ende. Pra, ju rrezik vini në banjo të dy bëni kakën. No, po pse banalizon gjën? Nuk di. Më nxehu. E kisha shumë romantike si gjë. Ishte romantik. Ku është romantik? Nuk marr vesh nga romanticiteti, kështu që jemi. Aha, Niko. Jo, e kam tek këto situatat e sikletshme që mund na kenë ndodhur në ndonjë takim, për shembull, ose Të shtin kështu e del. Jo, ashtu jo, po shumë situata më kanë ndodhur, nuk e di. Kjo gërvishtja e zorrve, po, më ka ndodhur shumë situata, nuk e them dot në mikrofon se është too much. Po jo ulërim të zorrve. Është shumë të madhe. Edhe ndjesh në siklet. Ndjesh në siklet, por e kisha nga hekuri, sepse duke qenë se jam anemike, kisha filluar trajtimin me hekur dhe mirë të këtë lloj tmerri, domethënë në organizëm. Kështu që këshilla për takim të parë. Jo në takim, nuk ka jo vetëm takim, por në një mund të jetë takim pune, një bisedë, mund të jesh këshill për çdo takim, transmetim domethënë. Ose mos të jeni anemik, se s'bën mirë. Ky është mesazhi. Mendoj që stomaku është diçka që është e pamenaxhueshme se je duke folur e të ndodh natyrshëm. Tani gazrat mendoj se janë të menaxhueshme. Lej I mban për brenda. Oni menaxhoj, po. Zemra ti je menaxhere e gazrave. Do të fut taposim të tapi në punë. Po janë shumë ato siklet. Një tjetër pyetje është, a mund të mërzitet dikush nëse bën veprim? Ka shumë të drejtë, nëse ka erë tani. Po më fal, ku ke parti pa erë drejt? Ka sa të duash. Më fal, që të tre këtu pa erë I bëni, unë jam mostra. Ju jetoni në një. Po thoja, mos e kaloni në tek gjëja domethënë bëheni pak më me klas, gazin. Domethënë nuk ka lidhje, pra nuk ka lidhje vetëm kjo gjëja, porcia, por mund të na ndodhin situata nga më të sikletshme, pra në një takim, në një mund të derdhet kafja në një takim të rëndësishëm apo ku diun. Ajo nuk më duket kaq të derdhet kafe apo të bëhesh pis. Mendoj që këto të trupit janë pa kontrollueshme. Në rastin e çiftit në takim mund të ishte shmangur si. Unë mendoj se është bërë kastige. Ai drejtoi dhe ty të në plak, tash dalë një. Po, është bërë si kastige. Dhe unë mendoj që ishte një si tip ofendimi. Dridhe moj baja me dridhe. Mendoj që ishte bërë pak edhe me dashje si gjë. Pra është shumë, o plak, unë atë ja bëj motrës në shtëpi për domethënë. I thua materialisht pagishtin edhe. Për lojra. Janë muhabete çuna. Muhabete motër vlla. E pra. Unë se kuptoj se s'kam vlla. Si lej që ke bën kështu. Jo, nuk bëjnë kështu, si janë ekstreme, po që lëshojnë gazra sa të duash.
Nuk, vllai jot nuk është fan. Thjesht lëshon gazën. Në Paktën fytyrë. Domethënë, nice. Edhe këtë e pam pra. E pam. Po që okej, është pjesë e natyrës, nuk kemi. Nuk bëhet. Po nuk bëhet tani në ekran ti duke dal date me një vajzë. Po nuk e kontrollon të do, ç'a të bësh? Kontrollohet zemra ime, nuk ishte bark. Ju bëf mirë ju që bani bukur. Të mjaftore me këto, po pse kaloni po tani nuk është gjë që kontrollohet. Tani si të më shpëtoj mua këtu edhe të thon që është e pashëndetshme. Unë isha, më fal. Thon që është e pashëndetshme me majt për brenda, po ja që e bëj se nuk janë takim par duhet ta mbash. Ka dhe njerëz pra që nuk i mbajnë dot. Po i mbajnë në zemra si mbajnë. I mbajnë. Po ky. Po kjo është që si mbajnë. Po i shpëton. Nuk e di. Ajo ishte Kastile mendoj unë, ata e bëri Kastile. Ata e bëri Kastile. Pra vazhdojmë të jemi te Katerina dhe ma kujtoni pak emrin aty djalit, se ajo gjithmonë. Casey. Jo Casey, Arnoldi. Casey është me Stelinën. Ishin. Kështu që. Ishin. Wow, ndan. Po shikon për puthen. Fatur Vivian, a? Trup të vi. Më do. Pra ne informacionin e lidhjeve apo të ndarjeve nga përputhen e pabesueshme po e marrim nga Antoni. Më doli në të doli vetvetja. Pra ti dole fiks tek ata persona që thon unë nuk e ndjek Big Brother, jo, nuk e shoh, po sa gabim bëri ajo Rozana që i tha sa ashtu. Po kjo situata me, po sa von flejnë mi got se në 4 mjesit kam ik punë që në 8, po ti sikurse shifje me motra. Po jo rasti si s'kisha gjumë edhe mos të duash ta shohësh do të dali para diku në Instagram, në TikTok. Plus pastaj unë bëra të batutën me Casey-n me emrin edhe me erdhi një foto nga Casey dhe një miku im që tha se bëre mirë muhabet në tani e ndjek Casey-n e përshëndes. Okej, jeni bërë shok, Presion? Jo, ishte për të qeshur. Ishte humor. Unë dhe lejtë qesh. Domethënë, pra, në takimet tuaja ishte pyetja, a mund të menaxhosh situata të sikletshme ose nëse ju ka ndodhur diçka e cila pastaj nuk ka qenë ai që këndshme. Nuk po flas vetëm për këtë rastin, mos e hiqe nga mendja. Hiqeni, tema është tjetër kund, domethënë nisur nga kjo dalim te. Si ta menaxhosh diçka të keqe që të ndodh në nergoja, në një takim të parë. Po, është siklet edhe kjo, të vjen nga stomaku. Në takime të para, ty të afrohet dikush kaq me fytyrën. Edhe ndjen që të kaq? Arrin muhabeti deri aty shpirt. Po nuk kam unë këtë problem, por ka rastisur po që mua më ka rastis në first date që të plëket erë të keqe goje. Orbiti ekziston. Po pra po, ka qenë problem stomaku për të prandaj është diçka e pakontrollueshme. Unë mundohem ta kthej në të qeshur. E kupton, po nuk nuk sikletosesh me ndonjë gjë e tillë, nuk të prish punë, pra nuk të mërzitet ai personi nëse shef diçka që nuk të pëlqen ose ndonjë veprim. Ai personi nëse ka dalë me ty dhe të ka qef, e kupton, edhe nëse ndodh kjo gjëja, qesh me ty. Kurse personat të tjerë edhe aty ti e kupton që nuk vlen të investojmë kohë te personi. Unë ndonjëherë bëj dhe Kastile këto gjërat për ta parë që ç'a do ndodhi, e kupton? Njëherë kam dalë me dikë dhe kam makinën, kam pas makinën, një Benz që i matë e ka bërë me pedale nga sedilja e pasagerit, se ka qenë gjoja autoshkollë. Edhe kë pedale nga të dyja krahët dhe kam marrë tjetrën për të dalë në takim, edhe ajo fut brenda tha ç'a janë këto, më tha mua. Unë i thash do të mësoj makinën pastaj, i thash. Edhe tha jo, më thash dal unë me kështu që është kjo makinë me pedale nga sedilja e pasagerit. Edhe aty unë ndalova makinën dhe i thash je e lirë të vazhdosh. E testove ti, po është drejt të testosh. Jo, atë makinë kisha, unë s'kisha tjetër. Është drejt të provokosh, të testosh. Ju femra provokoni tërkohës, kështu që është drejt lej. Është drejt lej se ju vetëm provokoni, ju provokoni për të marrë pulsin e meshkujve. Është absolutisht jo. Si jo? Si po teston ti? Kam shoqë thon zemra unë këtë po e testoj, po e provoj këtë kohë. Ja, thjesht ta shikoja kur nuk bëjmë ne ashtu. Tani do të zihemi këtu për flokësh. Domethënë, nuk është e drejtë që një çun të testoj me një makinë ose një femër është e drejtë. Ose të zbresi se ke pedalet aty. Domethënë, ti mund ta kishe mbaruar atë takimin. Po një femër mund të bëj nëse ti vjen në takim me mua dhe që në fillim nuk do të jesh aty, kush është vlera e të pasurit të takimit? E kupton se po harxhon dhe kohën ti dhe kohën unë.
Dhe koha ime është më e shtrenjtë se e jotja, po. Nuk e di atë, po që pse ta harxhosh, e kupton? E kuptoj. Pastaj nuk provokime ka nga dy akra, nga femrat ka provokime sa duash. 80% e përditshmërisë time janë femra, të gjitha e bënin, ma kanë thënë të gjitha. A mund ta dallojmë që në takimin e parë nëse dikush është okay për të pasur një takim të dytë? Po, e dallon që në 10 minutat e para atë punë. Po, edhe nëse nuk të pëlqen, e kërkon takimin e dytë? Jo, nëse nuk të pëlqen. Ti? E kërkon njëri, ja jep dhe një shans. Jo, po mendoja, mendoj se e kupton, po çunat jo të gjithë, se disa çuna janë pak përveç atyre që dalin. Nuk e kuptoj, mendojnë ajo thotë jo dhe ato thonë ka qef. Ta përfundojnë në burg. Kuptohet, mendoj që edhe unë 10 minutën e parë kuptoj nëse do ketë kimi për më tej biseda, për më tepër për një takim të dytë. Duhet ta bëj si kështu këtë. Nëse jeni të lidhur dhe keni një vit të lidhur ose më shumë, edhe ai akoma thotë vazhdojmë dhe pak se nuk jam i sigurt, plak nuk e ka seriozisht me ty. Një mashkull e kupton, po i jap 3 muaj unë nga vetja, brenda muajit nëse do të jetë me ty ose jo. Më fal. Sa po tregove historinë e jetës time. Dua të them diçka vetëm. Po, Nita. Pse duhet meshkujt kaq shumë kohë, 3 muaj që të vendosi. Po jo, po thash po ja punë nga vetja ime të gjitha ju para te pse duhet rish mendosh çfarë do humbësh, çfarë do fitosh. Patjetër. Ti si mashkull e kupton brenda muajit, nëse do të jesh me atë personin ose unë si mashkull e kuptoj brenda takimit të parë ose të dytit, nëse dua të jem apo jo. Okej. Ai s'm pëlqen logjika juaj. Jeni bërë më filozofër kohët e fundit, Jo, se me idenë time nuk do doja të konsumoja takime të kota me një person që s'kam interes. Ose s'ke kimi, për shembull, se e kupton. E drejtë është kjo. Në fakt, doja ndaja me ju edhe një tjetër lajm ka të bëjë me botën e modës, duke qenë se jemi drejt fundit apo jo, Skerdi, domethënë do komentojmë edhe një foto që po ashtu është bërë viral edhe një lajm është bërë viral në një sfilat bikinish, kur njëra nga modelet ka marrë edhe fëmijën e saj në sfilat duke i dhënë gji. Është një foto dhe një lajm në fakt që ka marrë shumë reagime. Shumë njerëz e kanë komentuar pozitivisht, të tjerë janë kundër të shfaqjes dhënjes së gjirit në publik. Ka shumë polemika si gjë, por unë mendoj që është, nuk e di, gjëja më e bukur që kam parë këtë ditë. Edhe mos më duket kaq negative, transgresive. Më duket tepër normale. Kemi parë në sfilata të dalin njerëz të veshur apo të transformuar si robota apo njerëz të në thonjza të shëmtuar. Është gjëja më e bukur mendoj që mund të ketë. Kam përshtypjen që është duke nisur një fushatë ndërgjegjësimit, sulmit ndaj grave që zgjedhin të japin gji foshnjeve në publik. Ka disa vite në fakt që sulmoheshin, ka qenë kjo, le të themi, tërheqja nga shikimet e unë mbaj mend veten time që kur rastisja që tisha në publik me vajzat kam pasur një batanie të holl ose nap të cilën e vendosja këtu për të mbuluar dhe tani që e logjikoj them se domethënë thjesht unë po bëja një nga veprimet më të bukura në edhe natyral. Pra nuk shoh asgjë seksuale tek pjesa e gjithëdhënies sepse është komentuar edhe në këtë sens. Fakti që deputetë po zgjedhin të shkojnë në parlament me foshnjën, modele që po zgjedhin të dalin në sfilat duke i dhënë gji foshnjës janë mesazhe të cilat godasin diku, edhe godasin të ky mentaliteti që sheh zi ndoshta edhe te gjëja më do dilja dhe unë, po s'është normale. Jo. Ti mund të dalësh se ke mendimin tënd, po unë instinktivisht po vë veten, pra e di dhe mbaj mend që vendosja gjithmonë. Mendova se vetë do dilje kundër. Jo. Asaj që po flasim. Unë e di çfarë kuptoj, kush i ka vendosur këto rregulla që s'duhet. Po. Kush? Se ne i kemi vendosur që s'duhet, sepse në Eva, domethënë kur bëri fëmijët e saj nuk ishte veshje, le ta logjikojmë në këtë mënyrë, pra dikur nuk ka ekzistuar turpi, pra që ti do t'i japësh gji zbulimin të trupit. Kupton? Nuk lakuricia për mua nuk është seksuale si gjë, është truri. Jo, nuk është seksuale, domethënë ose s'ke lekë të blesh rroba. Jo, fare. Për më tepër një grua shtatzan që sapo ka lindur. Nuk më duket fare asgjë seksi apo turp. Tepër normale, nuk e di.
Plako të të duket seksi një grua që po i jep gjë fëmijës së saj, është si të duket seksi dikush që po ha sallat Cezar kod. Ka njerëz që po pra thon kjo gjëja është diçka që nuk tolerohet, nuk duhet. Nuk duhet bërë në publik. Ne kemi parë mamat tona kur i jepnin gjë vllajt, motrës, whatever, edhe s'të është dukur, është gjë normale. Po normale është dukur, po. Gjithmonë. Historikisht, po. Ti Niko do jepje gjifë në publik. Qumë s'kam, gjoks nuk kam. Atëhere, se di, për te shakave, është një paragjykim që nuk më duket shumë normal. Mua më duket ka marrë shumë komente në fakt kjo mua më duket një nga më të bukurat. Po, është shumë e bukur. Dhe më pëlqejnë më shumë këto skenat se sa skenat që shikoj disa modele mbi peshë që mundohen të japin body positivity që nuk ekziston. Unë mendoj që në mod nuk ekziston body positivity, sado edhe unë them më pëlqejnë vajzat pak më të mbushura dhe dalin dhe spilojnë të gjitha. Atëherë pse do psohen dhe marrin ilaçe për të dobësuar këto vajzat kur japin body positivity. Por kjo si gjë më pëlqen më shumë. Se sa që thonë në mod duhet ekzistojnë edhe masat extra large. Jo, kjo më duket më okay. O plak, body positivity është ik me dy presa. Sa? Po mund të më thuash mua tërkohës që duaje veten, pëlqej trupin tënd, fakti qëndron që jam më i shëndosh se ç'duhet. Po ke zgjedhur të hash, pra ti nuk është se po përpiqesh të dobësohesh, kështu që nuk ke pse të ndihesh sikur Po pra, më bullizojnë qik që mos të hanë më Jo, te kjo gjëja që ta kuptoj që nuk është mirë. Buka nuk është shoku jotë. Duke më bulizuar dikush në gjimnaz, unë rash nga pesha, por nuk e ndjeva që unë nuk e kam si një bullizim që mua më ka ndruar jetën. Ishte momenti, mendoj. Anton, të sqaroj pak si e shoh. Sa do bullizoj. Njerëzit që mua më pëlqejnë, që më japin energji të mirë, që kanë humor, më duken shumë të bukur në çdo dimension. Kështu që ndoshta kjo është arsyeja pse nuk të them që sa i mirë. Sepse ndoshta e ndjen ti që ke disa kile më tepër, por që kritikus i pari vetes, kupton, qoftë në aty e ke lezetin se bën dhe autoironi, kështu që Po. Domethënë ti thua mos u dobëson që të vazhdosh të bësh shaka. Jo, të ka lezet ai pufliku. Ja, shiko. Jo, dëgjoj edhe bufliku. Jashtetit për shembull edhe Lajzo edhe Adele që dilnin flisnin për body positivity edhe gjitha këto gjëra, të gjitha u dobësuan sa po hëngrën kritikën e parë për peshën e tyre. Pra kjo më duket shumë falsitet mua. Domethënë jetojmë në një botë që të gjithë themi body positivity. No, duhet ta marrësh si vendimin. Jo, kupton. Da ndryshosh. Është mirë ndryshimi, gjithmonë ndryshimi është për mirë. Po jo, më ndryshimet gjithmonë vijnë për mirë. Unë kam vënë të pasyra. Dëgjove Leila, fiksoje këtë fjalinë. Ndryshimet vijnë për mirë. Vijnë gjithmonë për mirë. Dhe veshët, e diti. Dhe e mbylli me këtë mesazh për ndryshimet të bukura për gjithë secilin. Absolutisht vetëm një se jam dhe unë te ky paneli, nuk e di pse nuk e fuz veten. Po ti mos ndryshosh. Na pyet vetëm neve dhe të veten e lë për jashtë. Ndryshime të bukura thash për të gjithë ne. Ju uroj, me që jemi në fillim dhjetori edhe kemi dhe studion me energji të mirë. Do dëgjojmë të mërkurën tjetër me të tjera lajme, thashë theme, të reja dhe personazhe super interesant. Deri atëherë, kalofshi sa më bukur. Ciao. Kiss kiss, tung tung.